A është gjëna mi ndërprej lidhjet fare fisnore me një fesatgji dhe fesatgjike. Do ma një borë dhe një gru që bëjnë përqamje, urrejtje, fusin mes njerëzve, bartin fjalë. Fesat, dhe më thonë, krijojnë armiqësi, urrejtje në mes akrabave dhe farefisit. Na i majna lidhjet farefisnore se e kemë obligim. Por nëse dikush e bjen punën që ndërpreja me ta e lidhjeve farefisnore është ma e rëndësishme dhe ma obligative se sa mbajtja lidhjeve, atër i ndërpresim. Por kjo përgjigje ime mos tjetë si një sebeb për me fut tashun për qamjet të ju, edhe çdo kuj i teket me u prish, me thonë, ka thonë hoxha ban mu prish. Dhe me thonë, e sheti damin edhe dobin. Dobia e mbajtjes së lidhjeve farefisnore, por edhe në anën tjetër dami me pas punë me qëtë fesatgji, edhe grunë e tij. Atër i shifni, të majt lidhjet me ta, ata ma shumë për ja u bëjnë jetën katastrofë. Atër për një dobi më të madhe, nalesh. Largohesh, nuk mban lidhje farefisnore me këtë person. Por, mundoni deri në maksimum, mos më prish pa u bind që s'ja vlen me ta me pas punë. Kja para, e dyta, edhe nëse e një prish, nëse i ndodh ati një rast fatkeqësie, një rast dekje, një diçka, bilet anën e jashtme, shallë shkonin varrim, rrinin të pane, krynja për cilën pritja një mysafirt, ha? Bile dhe më thonë, diçka mundohuni me kontribu karshit ti dhe familjes ti në kësi rastet përgjithshme, për shallë ka një darsëm, shkon ti atje i pret mysafirt, bën hizmet, ha? E shpërndan, po thonë kështu bukën e pësët, ashtë në për restoranta e në ban, por e kam fjallën që shkon me makinën tonë, ja kryr një shërbim në përgjithësi, edhe pse ma në distancë nuk jenë shumë afër me ta pra, ngrej mos e këput, thët populli, por ka raste kur jo detyrimisht lidhja farefisnore neve me na qitë për tokë, dhe më thonë me ne gjunjezu, edhe me thonë që unë po luj me këta, se këta s'kan qare pa artë, unë pa i majt lidhet me mu, se zguzojnë mi ndërprej lidhjet e farefisnore. Kjo gabim edhe keq kuptim.